Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Dëgjues të nderuar, tani po fillojmë me pjesën e dytë të programit me pyetjet dhe përgjigjet. Kemi pyetjen e parë: Assalamu alaikum, nga një motër muslimane, deshja t'ia bëj hoxhës të nderuar një pyetje që një vjet nuk kam mujt me fal namazin me kohë. Kam fal natën namaz. Shumë pak arsye ka qenë që kam një fëmijë të vogël. A kam sevape? Deshta me të pyet. Hoxh, Allahu të ruajt. Namazin që e kelon pa e fal hiç nuk ban. Do më thonë, arsye nuk mundi me të dhon askush, as unë, as një hoxh. Namazi nuk lehet. Namazi është një shtyllë që nuk lehet. Edhe me qenë se fëmia është i vogël, ajo dihet pas lindjes 30 ditë apo 40 ditë, sa zgjasin periudha e pas lindjes për ato femna që lindin, si të pastrohen, hynë në fuqi me njëherë 5 kohë namazi në kohët e veta. Prandaj motra jeme duhet më bon tobe istikfar, mu pendua edhe me rifillua përsëri namazet në kohënat e veta. Allah i ta falët këtë gabim, i cili vallahi është gabim i madh. Namazi nuk lihet në asnjë mënyrë. Pyetja e dytë është, hoxha i nderuar, nga Festim Hysaj. Selamu aleikum, hoxha i nderuar, nga Greqia të flas. Kam dy pyetje, inshallah më kthen përgjigje. Unë jam emigrant në Greqi, pa përcaktim dite si duhet t'i fali vaktet me shkurtim apo normal. Pyetja e dytë është: E para të rrim të e para, po, me qenë se je emigrant atje pa përcaktim kohore sa do të qëndrosh në Greqi, namazet falen shkurt. Dreka 2 rekat, farzi i qinia 2 rekat, edhe bëhen njëkohësisht bashk. Dreke i qindi në vakt të drekës, apo dreke i qindi në vakt të i qindis. Xhamat takdim apo xhamat e akhir. Gjithashtu, vakti i namazit të akshamit me të jacis bëhen bashk, akshami nuk shkurtohet, kurse jacia prej farzi shkurtohet në 2 rekat, kurse vitri nuk lehet, as nuk shkurtohet. Derisa e përcakton ti kohën e qëndrimit në atë vend ku je larg vendit tënd. Pyetja e dytë është: hoxh i nderuar, më ka kaluar koha e zakatit, si mund ta bëj, si të ja jap dhe ta shlyej borxhin, Allahu ju ruajt. Zakatin e japish, zakati nuk ka obligim mu dhon pik për pik fiks në atë datë që e ke dhënë, për shembull vjet. Pse vanohet një muaj e 2, kur gjon të keqe s'ka, jepet zakati, kur si gjenden parat o lekt apo si u thoni ju kajeni, ato jipën me njëheri në vendin më të afërm apo fukarat ku i kije në vendin tënd. Pyetja vazhdon nga Ammar Mazlami. Selamu aleikum, hoxh Mazlam, së pari ju përshëndes juve dhe Radio Mëshirën për emisionin e qelluar. Desha hoxhën ta pyes, a është prej sunetit që pas çdo ngritje prej rukuja dhe sejdë ti ngrim duart lartësi, për shembull tekbiri? Edhe pyetja e dytë, a lejohet shkurtimi i pantolonave? Këtë pyetje, ti djali mirë gjithë e kanë bën këtë pyetje, mos ta bëjmë në panik. Është sunet, edhe shkurtubja pantullëve mos me i shkel, me i bon kret lloç poshtë, me marr një mesatare, që mos me i shkel, një, edhe e dyta, suneti është ngritja e durve. Është sunet, mirë, po unë po të them tyje, edhe nëse është sunet, në disa vende këtu nuk është praktikuar vitet e tëra, ti kur ti ngrensh hasish në probleme të tjerët, edhe bënsh përçarje fitne, atë sunet që i bën përçarje në vendin tonë derisa të gjithë nuk e din, ti mos e praktiko. Unë po të them ty mos e praktiko, dikush thot ti çu shkele pas lejume mos me praktikua. Je ka ndodhur këtu në vendin tonë, dikush i ka bën çështu, ai tjetri ja ka nxit për dorë klap, edhe ka krijuar panik apo përçarje në xhamatin ku ai falet. Allah i ndihmoft. Pyetja në vijim është nga Mersel Dalipi nga Italia. Assalamu aleikum, hoxh i nderuar, kisha disa pyetje për ty. Është puna me të cilat në mërgim punojmë në për restorante, hoteleri, ku shitet mishderi dhe alkoholi e tjera. Gjëja që të pëlqyeshme edhe pse nuk është puna direkt me këta, por fitimi është prej saj. Ndoni sqarim rreth kësaj me gjërë. Nëse ti nuk ke punë me mishin e derrit, ti nuk e shërbesh, nuk i shfutish duart në ta, as nuk e shërbesh alkoholin, nuk e shërbesh ti bësh disa punë tjera, ti qëndron në atë punë. Nëse ti shërbesh me alkohol e mish derrit, atëherë ti la atë punë, gjeje një punë tjetër.
Kurse kabahatin, fajin, ai që e ka, ai e merr për veti, ai kush mirret me ta. Ti e marrish punën prej asaj që ti je duke punuar. Ti e marrish hakun apo pagesën prej asaj që ti je duke bërë. Por ndryshe na jemi kret me një shoqëri që sot kur ta të hollojmë gjithë, po na dalin neve sot Allah i bon rahmet e që s'duhet sonte me theksua se çfarë kemi edhe më keq se ti ç'kam ke pyet. Allah i ndihmoft. E dyta është, çka është puna me një person i cili shef diçka që kur se ka parë më herët apo se ka përjetuar, por mendon që edhe një herë tjetër i ka ndodhur. Pak më gjerë shpjegim, faleminderit. Në lidhje me çka ka pa dhe se ka pa? Pyetja është kështu si po ta lexoj nderuar. Domethënë ka përjetuar diçka apo i duket se nëse ke përjetuar diçka të mirë, falendero Allahun subhanahu wa taala. Ke përjetuar diçka të keqe, bën sabër edhe lutju Allahut tobe istighfar. Nëse është për sprov, lutju Allahut mos na sprovojë dhe mos na ngarkojë çka s'mundim na me e bart. Inshallah Allahu xhalla xhelaluhu na mund të marrë të mirë. E treta është për sa i përket guslit, normalisht kur njeri është i papastër, më ula, pasi që trupi thahet mirë që mos mbes edhe sa maja e gjilpërës pa ular. Merret gusli apo Gusli vëlla jam është kështu. Njeriu gusëll do të thonë lamje. Gusëll është bon term tek muslimant, lamje pasi që të bëhet gjunup. Pa pastërtim, sipas rregullave të fesë islame, gjunup, gusëll, të dy kjo terma janë arabe. Gusëll do të thonë lamje. Qysh lahet muslimani pasi që të ketë aktin me familjen e vet, apo beqari nëse i ndodh diçka gjatë gjumit, larja e tij është më pari organin gjenital me e pastru, më pari, pastaj me marr abdes, sikur që fal namaz, pastaj me fillu lamja prej nga koka, me nijet me u bë pastër. Inshallah Allahu xhalla shanuhu na pastron shumë më mirë. Urdhani. Met Selmani, Assalamu alaikum, vëllezër të dashur, ju përshëndes dhe pata dëshirë një sqarim, një ëndër kam parë një sure të Kur'anit e dëgjoja nga qielli, edhe disa njerëz duke fluturuar drejt qiellit, si disi Allahu ka shkruar emrin apo diçka në qiell, me disa xixillonja, edhe më kapi paniku, duke bërtitur rujuni se po bëhet kiameti. Ju lutem të më sqaroni këtë ëndër, Allahu ju shpërbleft. Ëndrat për me sqaru vëlla jem, nuk ka njeri sot që din të sqaroj ëndrat. Përveç Jusufit alayhi salatu wassalam, pejgamberi Allahut që i ka sqaruar ëndrat. Kurse as Muhamedi jon alayhi salatu wassalam për ëndrat s'ka fol. Ka thonë, nëse është e mirë, thoni elhamdulillah, nëse është trishtuese e te frikson, thuj a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kur që është ka gjumin që e ke pa, edhe në krahun e shmajt, sikur kur pshtysh bën kështu 3 herë. Kështu që ëndrat janë ëndra, nëse janë të mira është rahmet nga Allahu, nëse janë të këqija janë vezvese nga shejtani, prandaj për ëndrat mos lipni shumë komente. E lusim Allahun xhalla xhelalu më na shpëtuan nga çdo e keq. Allah edhe ty të lutj, si të është e mirë Allah i të shpërbleft, si të është e keq Allah i të shpëtov dhe trujt nga ajo. Adem Tertini, Assalamu alaikum, hoxhi nderuar, a ka mundësi më na tregu se cila është feja e parë prej krijimit të tokës? Mashallah. Vëlla jam, s'ka fe tjetër, vetëm Islam. Feja vetëm Islam, s'ka tjetër fe. Emni Islam është prej Ademit deri në fund, se një Allah ka dërguar një fe për njerëzimin. Në përjashtim ka ndryshuar kushtetuta e fesë islame. Ndërkohë ka qenë kushtetut e Musës, Teurati, pastaj Zeburi, pastaj te Haruni, te Davudi, Teurati, pastaj ka ardhur kushtetuta te Isa alayhi salatu wassalam, Bibla apo Injili, pastaj në fund ka ardhur Kurani famlar. Të gjitha kanë një dritë. Ajo dritë është fjala la ilaha illallah. La ilaha illallah, me ju dorëzua urdhnit Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka fe tjetër në sipërfaqen e tokës. Edhe pse shumë kush nuk e kupton këtë fjalë që po e tham, thotë po ku mbeti feja krishtere? Ku mbeti feja hebraike?
S'ka fe hebraike dhe krishtere, ka islam, pavarësisht në cilën gjuhë ka fol. Fjala islam është në gjuhën arabe, nuk është as në gjuhën shqipe, që do me thanë istislam, me ju dërzue urdhnit Allahut sipas ligjit të asaj kohe që ju ka ardhur. Në kohën e Musait a.s. ka ardhur Teurati, Biblia e parë, dhjata e vjetër. Me ju dërzue, islam, do me thonë me ju dërzue. Edhe kushtetuta ka qenë sipas Teuratit, Biblës së vjetër, dhjatës së vjetër. Pastaj vjen Zeburi, pastaj vjen te Hazreti Davuti, pastaj vjen Injili te Hazreti Isa, te Jezu Krishti. Na i them Isa a.s. Pastaj vjen kushtetuta e Kur'anit tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra një fe ka të gjithë. Çka është kjo fe të gjithë? Është të gjithë me ju dorëzua urdhnit Allahut subhanahu wa taala sipas rregullave që kanë ardhur në fletushkat e pejgamberëve të para, Musait alayhi salatu wassalam, fletushkat të Ibrahimit, të Shitit, të pejgamberët të tjerë, gjithashtu edhe librat të cilat kanë ardhur te këta 4 pejgamberët e mëdhenj si Musa, Davudi, Isa dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam. Pyetja me radhë, selamu alaikum hoxhë nderuar, desha të bëj pyetjen pse nuk lejohet të shfaqet fytyra e pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam. Sa kollaj është kjo pyetje. Përgjigjja është shumë e lehtë. T'ja peshe shiat edhe tarikatët, dërvisht, që që kanë bëhë Hazreti Ali një fotografia, e keni po, e qesin në përteqet e tyne, në midis Aliin radiallahu anhu, edhe i qesin në djathën shmajt 12 imamët. Kush e ka po Hazreti Ali? A bon me ditë, hajtë po janë gjesim na. Kush ta qete një Hazreti Ali? Ka rren. Kërkush se di Hazreti Ali në qëfar ftyre ka pas. Hajde, në të tregoje dikush, në të mpyte sonte prej pyetësive dikush, kush po në ndëgjoni, ose le të pregatite për do një program tjetër, kush e din qëfar ka qenë Alija në ftyrë. Kretë kush ka vizatua, ka rren, ka gënjyë, ka tradhtua për biznes, edhe për përqarje të umetit. Kush e din çfarë ka qenë sot fytyra e Muhamedit alayhi salatu wassalam? Doni me pyet një herë mas pari prej kur ka filluar fotografimi, historia e fotografimit, foto. Prej kur ka filluar? As 100 vjet nuk i ka. Para 150 vjetëve nuk bahen fotografiat me imagjinuna. Ka qenë i gjon, i nalt, i bardh, i zia në knida, sikur që kanë ardhur në përçarje krishterët në Amerikë. Zëzat po thënë Isa ka qenë i zi. Të bardhit amerikanët po thënë jo ka qenë i bardh. Tash ai zia i bardh. Ata në Kinë që janë krishterë, i verdh. Këta makne ka Mongolia e Azia e mesme çfarë, indianët. Zban këto e në përçarje. Prandaj Muhamedi alayhi salatu wassalam nuk lejohet, as Ebu Bekrin s'lejohet, as Umerin s'lejohet, as Osmanin s'lejohet, as Alin s'lejohet, as Alevit e kanë bërë këto. Tarikat gjitë e kanë bo, se nuk lejohet. Ato që e kanë bo fotografi, e kanë bo, më mjekër e kështu aneknina, e kanë bo një farë bukuroshi, edhe ata ndjathën shmojnë do farë lepotana, do farë bukurosha, kretjen këto gënjeshtra dhe rrena, me cilat e rrejnë iftarët e tyne në për teqet e tyne, për në për vendet, ku ata, si pas tyne, ata adhurojnë edhe adhurojnë njeriun, Allahin e pështoft prej asaj përqarje. Për këtë shkak nuk lejohet se s'ka foto. Mu pas fotografua, ishim fotografua me foto tonët, sikur sot, për le njoftimi, për kartë identike, për pasaport. Atja bëjmë një imaginim, t'ja bëjmë, Muhamedi alayhi salatu wassalam ka qenë qështo. Aja rapi thëtë qështo. Turku thëtë qështo. Ana qështo dhe t'jetojma? Estakfirullah al-adhim. Kretë ata që i kanë bë këto foto, edhe kanë bë këtë përçarjen, këtë umet, kanë më dhonë llogari para Allahut subhanahu wa taala me këto tradhti dhe gënjeshtra dhe rrena që i kanë bë para popujve të vet. Sot në për çdo vorr, në për çdo tyrbe, kur të ish brenda e kanë çati 12 fotografi Alin bashkë me bashkëpunëtorët. Kishe i kanë po këta, ku i kanë quë të vorri. Ata dhe me por i kanë në për vorra ata, ako kanë njerëz dvorrezave ata. Të qohët Alija radiallahu anhu, këput krytja u kishte të gjithve. Këto janë gënjeshtra dhe rrena kundër Alijës radiallahu anhu. Allah i qoftë i kënaqur me ta, Allah i na boft bashkë dhe neve në xhenet me ta dhe me evlatët e tij Hasanin dhe Husejnin, dy nipat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Urdhno pyetjen tjetër.
Selamu alaikum, nga shtimja, desha ta pyes hoxhën e nderuar për paragjykimin, se çfarë dënimi ka muslimani nëse paragjykon për dikë tjetër. Nëse ka paragjykim për dikon tjetër edhe nuk vepron, nuk ka dënim. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush mendon një të keqe me bën tjetër kujt, edhe nuk ja bën, jo vetëm që s'ka gjunahe, po e ka një sevap që se ka bën atë keqen. Nëse e bën një të keqe, ka një gjunah, kurse e mendon një të mirë, e bën për të mirën e ka, nëse e bën 10 sevape, nëse nuk e vepron, ka një sevap. Kurse për të keqen, pse se ka bën, ka sevap. Alhamdulillah, prandaj nuk ka për të keqen, nëse e mendon, e nuk e bën, nuk ka gjykim për pa marrë parasysh që ka paragjykon ato vezveset shejtanit. Keni vërejt, për shembull, kur të bihesh me fjetë në gjumë, shejtanit vjen të dysheki, të shtrati ku flensh, edhe nismë të shtin gjumë senë, tani knina tja, që jenë gjendje, në gjumë të qohësh prej dyshekit e të bëjsh një hakmarje, të bëjsh një të keqe, të bëjsh një aniknina, shejtanit lodhen, në mendime, e ti su në hekish kërqysh, prej vetit e duesh më fjetë, duesh më pushu, se të pret namazi i sabahit, a i të len deri në 2-3 pa fjetë, edhe mëstaj namazin e sabahit të len pa u quë heq, edhe shka ke bon, kurse nesrit paradite, ka fjetë trupi, o qëtësue, ke falë namazin, a i ki mendimet e promëve që ke pas me bo që do të këshia, jo, vëllaj, jam qëtësua sot. Allah i na i qëtësoft nervat tona, inshallah ta'ala, dhe i na i qëtësoft besimin tonë në zemrat tona. Pyetja e fundit për sonte është nga hoxha Faruku Kallo, thotë i lutëm hoxhës së nderuar na jep një mesazh për të gjithë lëvizjet fetare islame në Kosovë për ta mbajtur unitetin mes vetë. Ky vëlla që po më pyetën është edhe hoxh, edhe nxënës e kom pas. Allahu i është përbleft inshallah taala, i me siguri ka me qenë edhe ai mysafir dorinat, që tu edhe unë prej sonte, ai mos im ka pyet, unë prej sonde i bëj ftesë në këtë studio një natë kemi me qenë bashkë para këtyne kamerave, edhe le të na dëgjojnë të tjerët, edhe le të na shohin mësuesi dhe nxënësi inshallah taala. Prandaj vëllau jam, edhe nxënësi jam që ke qenë dikur, e tash je kolegu jam, Hoxha Faruki, i cili ka studiuar në Khartoum apo në Khartoum të Sudanit. Allah i të përbleft, Allahu më ty i bëft dobi i umetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Unë po i tham vetit dhe ty, edhe të gjithë kolegëve tanë, edhe të gjithë kush po na ndëgjon, edhe të gjithë ata që kanë më na përcjell përmes videokamerave në internet, po ju tham të gjithëve inshallah taala, të gjithë të punojmë sipas Kur'anit, fjalës Allahut, dhe sipas sunnetit Muhammedit alayhi salatu wassalam, mësimeve profetike. Pastaj ti shikojmë në praktik mësimet e sahabeve, sahabët mes veti që kanë jetuar, shokët e Resulullahit, gjenerata më e arta e vetmja, gjenerata më e dashur, gjenerata më e mira, për të cilën ka dëshmuar Allahu subhanahu wa taala, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Prandaj na besojmë të gjithë inshallah taala, me qenë se na jemi duke i dhënë këto kontribute ti vllau jam dhe nxënësi im dikura, e tash kolegu jam, po të them ty edhe të gjithë kush po na ndëgjoni, edhe kret kush kanë më na ndëgjuar përmes kësaj kamerës që po na xhironi, po ju them të gjithë t'japim kontribut të palodhshëm. Dhe bashkëpunoj, bo vllazën. Jemi të gjithë një Kur'an e kemi. Të gjithë e kemi një kible, të drejtuar një qabe. Gjithë e kemi një Muhammed alayhi salatu wassalam. Të gjithë i kemi shok të Resulullahit që kanë praktikuar dinin në prezencën e udhëheqësit islam, Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. E jo jemi bë grupacione, s'podim tash i kem shtri komët, s'podim që shme i mledh. Kjo është gabim shumë i madh. Prandaj, unë ju tham të gjithëve ata që po na ndëgjojnë, Allah i na mësoft, na bëft të dobishëm për popullin ton, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyetni ata që e dinë për gjërat që ju nuk dini. Allah i na mësoft me i ditë gjërat më thellë dhe më mirë, me as sharrua popullit që është më mirë, edhe besoj se populli do të na kuptoj. Me qenë se edhe ti e dish vetë, edhe ketë kush po na ndëgjon, neve kush po na ndihmon në drejtim të predikimit të fesë islame. Wallahi me praktikimin e fesë islame rahatohet populli, o vëlla jem. Wallahi o motra jeme, populli rahatohet. Wallahi nuk e di sa rahat bëhesh me fenë islame. Nuk e di sa rahat flesh me dinin islam. Nuk e di sa kënaqesh kur ti je në rrugt të Allahut subhanahu wa taala.
nuk ke vjedh askënd, nuk ke dëmtu askënd, nuk ke gënjur askënd, nuk i ke hinë borç kot, nuk e ke dëmtu askënd. Kështu kishme mu bon rahat, mu knaq me dinin islam. Prandaj jepni gjithë kontribut në drejtim dinit islam. Edhe kret kush po na ndëgjoni, dini se kret i keni këtë borxh, jo vetëm unë që po flas para juve. E na po mundohemi vallahi, sikur që i thash në fillim të këtij programit, po e them të njëjtën fjalë edhe në fund. Jemi një numër prej kolegëve të mi, hoxhallarëve, si në Kosovë, ashtu edhe në Shqipëri, ashtu edhe në Maqedoni. E kam fjalën në trojët shqiptare. Edhe normal, edhe të vllazërit e tonë në Bosnë, edhe të vllazërit e tonë në Sanxhak, edhe më gjerë. Po me qenë se unë po e flasë të gjuhën time të nanës, gjuhën shqipe, po e thëmë, jemi një numër goxha i madhë, me numër që të gjithë po mundohem, edhe po na bashkan gjitën bashkë me neve, edhe këta kolegë tjerë t'i quj, këta vllazërit të cilët vallahi po rrinë me orë të tëra para neve, për me na xhiruar neve, vallahi nuk kemi as një kompenzim material, po ju betohem në Allah. As këta që po na xherojnë s'kan as një cent. Vallahi edhe këtë studio ku jam sonte, është e falme për vllaut ton. Edhe këto mjetet gjitha i kemi të falme. Vallahi nuk kemi në ndonjë përkrahje institucionale në vendin ton. Këto po e bëjmë prej vullnetit. E lusim Allahun xhalla xhelalu, ja Rabbi, kret kolegët e mi, edhe kret bashkëpunëtorët tonë që jemi stafi punus në këto studio që po punojmë në Prizren, në Prishtinë, në Pej, në Mitrovic, në Shkup, në Tiranë, e gjëma ku janë këtë, Allahu ish përbleft për punën që do janë duke bërë, të i dalin në shërbim ummetit ton, inshallah taala. Allah na i kompenzoft në ahiret me të mirat e tia. E për fund të kësaj fjales po e tham, e kemi po mduket edhe një pyetje, ma të pyetjen e fundit po e mbyllim fjalën tonë për sonte inshallah taala. Nuk është pyetje, sa është falënderim për hoxhën e nderuar. Thot Ahmedi, assalamu alaikum, ju përshëndes Radio Mëshirën, po ashtu edhe hoxhën e përshëndes. Allahu e ruajt dhe e shpërbleft për atë ëndrrën që ma ka treguar, që po falem dhe në gjumë në përmjet telefonit, që e kam vetë që kam më ka thënë, që e kam pyet që kam ka thënë, ashtu më ka dalë. Më ka shpërblyer Allahu xhalla xhelaluhu, shoqja ime nga vetvetia ka thënë që po mbulohem dhe po e pranon hijabin. Dhe Allahu xhalla xhelaluhu më ka thua dhe më ka dërguar bereqet, saqë nuk e kam prit dhe nuk e di nga vjen. E përshëndes edhe një herë hoxhën shumë. Allahu e ruajt dhe e shpërbleft me xhenetin Firdaus. Allah i nderoj vllajon, për fund të kësaj fjales edhe unë me juve po ndahem për sonte, inshallah do të mundohemi ta përforcojmë këtë radio, këtë studio me rregull ta kemi në çdo kohë të caktuar, të punojnë kolegët e mi, edhe unë bashkë me ta, na do të jemi në shërbim të jujt, jo vetëm për kësaj radios, Radio Mëshira, por shpresojmë të ardhmen, me qenë se ju që po na ndëgjoni, besoj që do të na ndihmoni materialisht, po duam, po dëshirojmë që këtë vend ta shndrojmë në studio televizive, që le të bëhet një TV lokale këtu, që të na shohin hajrin, jo vetëm ju përmes videokamerave të internetit, po të le të na sheh hajrin pak më shumë edhe populli jon. Jemi të munduar edhe na, inshallah na ndihmoni edhe ju, por ndryshe unë ju falenderoj se tashni nga një nuk falenderohet askush, po vallahi këto kamera, këto punë, këtë studio, këtë kemi bërë me ndihmat e dikujt. Allahu xhalla xhelali ju shpërbleft. Për fund po them, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati